Janë bërë gati 7 muaj prej kur Komuna e Prishtinës ka dhënë kontratën për rinovimin artistik dhe infrastrukturor të tunelit këtu të Kurizë në lagjën Dardania, projekt kë në vlerë mbi 1.2 milion euro. Kompania e Income, e cila ka fituar të nderin për këtë projekt, sipas kontratës obligohet që punimet t'i përfundoj brenda 240 ditëve. Mirë po nga gjendja në terren, punimet duket të jenë larg përfundimit në kohë. Mbyllja e këtij tuneli ka shkaktuar të llovi në trafik në këtë pjesë të kryeqytetit, ndërsa ka ankesa edhe nga qytetarët dhe bizneset që janë përgjatë këtij tuneli, të cilët thonë se po ju shkaktojnë të lashë dhe se punimet po shkojnë ngadalë. Të lashë e ko, se këtu ka fillu edhe pluhen edhe vënesat majën kjo. Ne kanë po rrugën më të gjatë, tash e këna pos më të shkurtë, tash e ke më të gjatë. Pluhen po, ke 20 e dikur kryet kjo. Kjo e kanë po që për shkak të nderit, dikush ka morë bora, kjo kur kryet s'dijet. Me qëllën do të kryet, përfundon, jo me më zgjatë që shtu edhe me na po pluhen edhe me ditë kur kryet kjo afat. Gjatë kohës sa keni kalu kënej, a keni pa punëtor që janë të punu ose që po kryen punimet? Rrallë në herë, rrallë, shumë pak, 3-4 punëtor. Punëtor ma shumë ja. Po e mënesa se që dikush e ka marrë të nderin që shtoj me një kacije, me një kolicë. E tani kur kryet nuk dijet. Suka e rruga e Mitrovisës edhe Budejevës që 15 vjetë. Qështu ka me bonë edhe kjo. Edhe kjo ka me zgjatë. Për këtë tunel në dhjetor të vitit e kaluar, Komuna e Prishtinës ka dhënë edhe një kontratë për punë shtesë në vlerë mbi 120.000 euro. Ndërsa Komuna e Prishtinës në përgjigjet për Kallzo.com ka konfirmuar se punimet janë duke vazhduar dhe se të njëjtat pritet të përfundojnë brenda afatit kohor. Pozicioneve tona jemi gjithçka në rregull, ato parashikojmë në fund të pozicioneve nuk janë parakonë. Praktikisht po ndryshe punimet janë zhvilluar pozicionet ku lejohet, ku është e mundshme. Gjithçka është sipas planit, gjithçka është në rregull. Unë shpresoj që brenda afatit s'ka më vonë,